Mirë se vini në këtë thellimin tonin. Sot do të eksplorojmë historinë e gjuhës shqipe, rrënjët e saj dhe zhvillimin ndër shekuj. Synimi ynë është të zbulojmë disa nga pikat më të interesante, ndoshta dhe fakte pak të njohura për këtë gjuhë kaq të veçantë europiane. Pikërisht, do shohim pak pretendimet për lashtësinë, sfidat me dokumentimin e hershëm, edhe rrugën shpesh të ndërlikuar drejt standardit që njohim sot. Atëherë, le ta nisim nga fillimi. Thuhet se Shqipja ka rrënjë shumë të lashta, e lidhur me Pelazgjishten, Ilirishten, madje përmendet Plini Plaku që në shekullin e parë sugjeronte se ilirët krijuan alfabetin e parë. Nga ku e morën romakët pastaj? Kjo është goxha një deklarat? Po, është e fortë si ide. Dhe kjo, si thosh, gjen mbështetje edhe tek një pemë gjuhësore indo-europiane, Webster's Dictionary nga 75-a, ku Shqipja del si dek shumë e vjetër. Edhe historiani arbresh Aristidh Kola ka folur për diçka të ngjashme. Por këtu vjen edhe paradoksi. Po, cili është paradoksi? Pavarësisht kësaj lashtësie të supozuar, dokumentet e shkruara në shqip janë çuditërisht shumë të vonshme, shfaqen vonë në histori. Kjo është pikërisht ajo që të bën kurioztare. Pse kjo mungesë? Pse kjo vonesë kaq e madhe? Ka ndonjë shpjegim? Një hipotezë e përmendur nga Dimitër Shuteriqi ishte se pushtimet e shumta, të vazhdueshme, mund të kenë pasur si qëllim zhdukjen e gjurmëve. Pra shkatrimin e dokumenteve të hershme ilire dhe shqiptare? Domethënë, shkatrimin e trashëgimisë kulturore. Kjo mund të jetë një arsye. Dëshmia më e hershme, e qartë, e padiskutueshme është formula e pagëzimit. Po. E vitit 1462? Pikërisht 1462, shkruar nga Palangjelli. Është ajo fjalia e famshme. Unë të pagëzoj në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit të Shenjtë. Shumë domethënëse si dokument i parë. Absolutisht, ka zëra edhe për një tekst më të hershëm, ai Belliforti si 1405-s, me disa fjalë shqip, por formula mbetet guri kryesor i kilometrazhit, si thosh. Dhe pak më vonë, kemi atë shënimin interesant të kalorësit gjerman Arnold von Harf. Po, më 1497, në Durrës. Ai shënoi disa fjalë fraza, një si dritare vogël në gjuhën e folur atëherë. Pikërisht, një dëshmi spontane, mund themi. Pra kemi fragmente, dëshmi të vona fillimisht. Po, libri i parë i Mirfield, kur vjen ai? Hapi tjetër i madh është Meshari i Gjon Buzukut, 1555. Kjo është vepër fetare, por rëndësia gjuhësore e kulturore është e jashtëzakonshme. Po, absolutisht themelor për shqitjen e shkruar. Dhe interesantja është alfabeti që përdori Buzuku, një përzierje latine me disa shkronja cirilike. Pra që në fillim, çështja e alfabetit ishte ndërlikuar. Shumë. Pas Buzukut vin pastaj Lek Matrënga, Pjetër Budi, e sidomos Frank Bardi, me fjalorin e parë latinisht shqip më 1635. Hapa të rëndësishëm këta. Mirë, pra kemi një histori dokumentimi që fillon vonë dhe në mënyrë fragmentare. Po me alfabetin, si vazhdoi kjo histori e ndërlikuar? Shumë e ndërlikuar. Për shekuj me radhë, ishte një situatë e larmishme. Në shekuj 16-17, dominonte alfabeti latini përshtatur. Po arbëreshët? Arbëreshët përdorën edhe shkronja greke. Më vonë, me ndikimin osman, sidomos nga shekulli 18, hyn fuqishëm alfabeti arab. Periudha e bejtekzhinjve. Pikërisht, Muhamet Kyqyku e të tjerë shkruanin shqip me shkronja arabe. Pati madje edhe përpjekje për alfabete krejt origjinare, si ai i Daskal Todrit në Elbasan. Çfarë larmie, po si u arrit më në fund tek një alfabet i përbashkët, ai që përdorim ne sot? Këtu, faktori kyç është rilindja kombëtare, shekulli 19. U ndje nevoja për bashkim, edhe përmes gjuhës e shkrimit. Dhe figura si Naun Veçilhargji propozuan alfabete të reja. Po, një hap i rëndësishëm ishte alfabeti Stambollit më 1879. Sami Frashëri me shok, me parimin një tingull, një shkronjë. Por prap se prap, nuk u adoptua universalisht me njëherë. Ende konfuzion, zgjidhja pra erdhi në manastir. Në Kongresin e Manastirit më 1908, aty u mblodhen delegat nga të gjitha anët. Dhe vendimi ishte shumë pragmatik.
Çfarë vendosën konkretisht? Vendosën të dhijonin 2 alfabete për një periudhë kalimtare, atë të Stambollit dhe një tjetër të bazuar kryesisht në shkronja latine, që u rafinua aty. Ky i dyti, më praktik, fitoi terren shpejt. Dhe u bë baza e alfabetit ton të sotëm. Pikërisht. Ai evoluai në atë që përdorim sot. Mirë, u zgjidh alfabeti, por rregullat e drejtshkrimit, që të shkruanim të gjithë njësoj. Ky duhet këtë qenë hapi tjetër. Po, ishte hapi final logjik. Edhe pse alfabeti u vendos, mënyra e shkrimit ende kishte variacione. Kështu erdhi nevoja për Kongresin e Drejtshkrimit. Në Tiranë, 1972. Pikërisht, nëntor 1972. Aty u kodifikuan rregullat përfundimtare të drejtshkrimit, duke krijuar gjuhën standarde shqipe. Megjithse, duhet thënë, pati debate, sidomos për lënien jashtë të gegërishtes letrare të kohës. E kuptoj, një proces standardizimi nuk është kur pa debate. Sigurisht. Dhe më vonë ka pasur përpjekje si fjalori i Pavli Qeskut me 2008 për të dokumentuar më mirë edhe pasurinë dialektore, pra për të mos e humbur atë larmi. Ndikime të ndryshme kulturore, perandorake, fetare dhe një përpjekje e gjatë për të arritur të një alfabet e një gjuhë standarde. Pikërisht. Dhe kjo na lë me një pyetje ndoshta për reflektim. Duke pasur parasysh gjithë këto pengesa historike, pushtimet, mungesën e një shteti të qëndrueshëm për shekuj, ndikimet e forta gjuhësore nga jashtë, vonesën në shkrim, çfarë na tregon fakti që Shqipja jo vetëm mbijetoi, por arriti të zhvillohet, të kultivohet dhe të standardizohet, për forcën e brendshme dhe qëndrueshmërinë e një identiteti kulturor të lidhur ngushtë me gjuhën.